Tash ne në këtë konferencë globale na vinë njerëz nga shumë modet të ndryshme të botës, dhe aty ne tash shkëmbejmë idetë, themi se si ta pastrojmë, si ta bëjmë mjedisin më të këndshëm. Tani ku është ky zbulim më çfarë zbulimi ke bërë? Në mënyra se ne zbulojmë, ne shkojmë ne bëjmë studime fillimisht në nivelin molekular. Me aparaturat shumë moderne që kemi, sepse qendra është e pajisur me aparaturat më moderne të kohës. Neve kemi aftësinë që të bëjmë studime mekanistike i quajmë ne, në nivelin molekular, që nuk i ka bërë njeri tjetër në gjithë botën. Dhe ne pasi bëjmë këto kërkime shkencore në atë nivel, e përdorim këto ide për t'i zbatuar më tej në metoda që ne i zhvillojmë që na ndihmojnë për të pastruar mjedisin. Ku e keni aplikuar këtë? Ku e keni zbatuar? Ne kemi zbatuar në vende nga më të ndryshme. Në Amerikë gjithmonë. Në Amerikë gjithmonë. Dhe ku ka qenë ndotur? Mund të thoni një vend? Vendin që kemi ne aty, për shembull, kemi të ndodhur kemi të ndodhur me kontaminat nga më të ndryshme. Në uzina, nga fabrika? Jo, nga këto aktivitetet nukleare. Në nukleare? Domethënë ka uranium aty që ndoshta është radioaktiv. Ose ka elemente të tjerë që mund të jenë radioaktiv, ose ka metale të rënda, siç është kromi. Dhe ju e pastroni? Dhe ne i pastrojmë këto, bëjmë si thua, propozojmë metoda për pastrimin e mjedisit duhet të kryhet. Tashi, sigurisht nëse një metoda të tilla duhet të zbatohen në Shqipëri, ne si thushi kemi zhvilluar metodat. Ne thjesht po na kërkohet ndihma, ne mund ta japim për një herë sepse e dim se çfarë kemi ndotje? Patyshim. Të këtij karakteri? Ndoshta jo të karakterit radioaktiv, po ndodhja me metale të rënda është problem. Është patyshim problem. Patyshim. Në cilën zonë? Tashi unë nuk mund të flas me saksira sepse si studios që jam duhet që të kem të dhëna. Dhe nuk duhet të shprehem, por nga ajo që kam lexuar unë ka. Tashi, neve kemi një konferencë që bëhet nesër fillon, që është takimi i 20 i Institutit Real Shkenca. Kemi rreth 20 vjet që bëjmë takime të përvitshme të Institutit Real Shkenca. Instituti Real Shkenca ka 3 qendra, një këtu në Tiranë, një në Prishtinë dhe një në Shkup. Dhe ne i bëjmë konferencat një vit në Tiranë, një vit në Prishtinë dhe një vit në Shkup. Dhe grumbullohemi ne të diasporës dhe kolegët që janë këtu dhe diskutojmë probleme nga më të ndryshme. Një panel i diskutimit që do bëhet nesër ka të bëjë direkt me këto, me ndotjet e mjedisit. Dhe është një studiuse që aktualisht punon në Austri, shqiptare, Roza Allabashi, e cila ka bërë një sër studime që do i paraqesit nesër në këtë konferencë dhe do paraqesit gjithë studimet që tregojnë studimet e tjera. Ndërkohë që akademik Besnik Baraj, që punon këtu, edhe ai është shumë i angazhuar në këtë drejtim, ai është drejtuesi i njësisë së ujërave në Akademinë e Shkencave, unë mbaj lidhje direkte me të, dhe komunikojmë në mënyrë të vazhdueshme, dhe ai do paraqesi po ashtu se disa ide që ka ai. Sa bërë mirë që ka lënë politikën. Ai është një djalë i mrekullueshëm. Është një studius i mrekullueshëm. Politika këtu të nxirr, të bën pis, e nxorën jashtë politikës. E nxorën jashtë. Po Besniku është djalë i mrekullueshëm, është studius i mrekullueshëm. Ai do mirë që dëgjoj këtë fjalë. Edhe ai do të mbajë nesër një referim dhe pastaj ne do diskutojmë dhe do përgatisim një dokument i cili do të dërgohet qeverisë me ide qeverisë tuaj, zotit Rama. Ku janë ndotjet? Dhe me idetë tona se si mund çfarë mund duhet të bëhet në këtë drejtim, patyshim. Tani këtu më ngacmohet profesor sepse kryeministri Sali Berisha, pra zoti Berisha kur ishte kryeministër, ka hedhur idenë që në Shqipëri mund të ndërtoheshin centrale bërthamore. A jeni dakord me këtë? Ky është një lloj tendenca aktuale në Amerikë është që unë të përgjihem po kësaj përgjigje. Meqense, domethënë, centralet atomike, një prej cilëve ne kemi shumë afër vendit ku punoj unë dhe që prodhon energji. Në fakt, në shtetin e Washingtonit, energjia më e madhe prodhohet nga hidrocentralet, besoj. Me ujë, Me ujë, sepse ne kemi afër hidro, sepse ne kemi afër një lum shumë të madh. Ai nuk quhet lum, ai është gjigant. Dhe ose drini ynë, domethënë. Drini quhet prua në krahasim me atë. Wow, prua. Ai është gjigant, ai është lumi është shumë i madh. Edhe aty ka diga dhe gjithë energjia që prodhon shteti. Prodhohet aty.
Shumica, 94% duket se është vjen nga hidrocentralet. Por kemi edhe këtë centralin atomik. Tash problemi me centralet atomike është që ata prodhojnë mbetje. Dhe mbetjet janë radioaktive. Dhe duhet gjetur një zgjidhje se çfarë duhet bëhet me këto mbetje. Atëherë themi profesor Nikos nga Amerika. Nuk ka njëri më të mirë për këtë punë. Në qoftë se problemi do të kishte punë me Shqipërinë, sepse unë kam shumë dëshirë që të kontriboj sigurisht në vendin tim. Unë nuk jam vetëm themeluesi i Institutit Live Shkenca, me idenë që pata rreth 20 vjet, 25 vjet tash përpara që të binim këtu gjithë studiuesit shqiptar dhe të ndihmonin me sa mundësi që të kishin këtë vend, kupton? Por fatkeqësisht shkenca këtu ecën me ritmet e breshkës, në çik shumë ngadalë. Dhe fatkeqësisht arsimi i lartë është në një gjendje jashtëzakonisht mirërueshme. Domethënë, unë desha ta bëja edhe këtë si pikë, domethënë, kam shumë respekt për zhvillimet e fundit në Shqipëri në shumë drejtime, janë jashtëzakonisht pozitive. Dua të theksoj faktin që nuk na takon ne të huajve në thonjza, megjithëse ne jemi shqiptar, je shqiptar amerikan, që të bëjmë kritika, por kur vjen problemi i arsimit lartë, unë e kam për detyrë profesionale që të ngre dhe t'i bie një zile shumë të fuqishme, që problemi është zile, një këmban shumë të fuqishme dhe të theksoj që problemi është një emergjencë nacionale. Çfarë do t'i thoshe kryeministit Rama? Do t'i thosha pikërisht këtë gjë. Me që ka pasur mike ke njohur në rini. Çfarë do t'i thoshe? I dashur Edi do t'i thosha, emergjenca e arsimi i lartë është një emergjencë nacionale. Duhet shpallur një emergjencë kombëtare sa më shpejt jetë e mundur, sepse gjendja është shumë e mirërueshme. Unë këto 10 ditë që kam qenë në Shqipëri, jam taktuar me profesor, jam taktuar me rektor, jam takuar me akademik, jam takuar me kryetar akademish, por problemi është që një akademik kemi. Një akademik kemi. Jeni takuar me zotin Gjinushi? Po, para një takim dhe me zotin Gjinushi dje. Ishte profesional, besoj? Është patjetër profesional. Ishte patjetër profesional. Si profesor Gjinushi? Profesor Gjinushi më priti shkëlqyshëm, më priti jashtëzakonisht mirë. Ne bizeduam si dy miq të vjetër, megjithëse nuk njiheshim më parë. Unë kisha dëgjuar shumë për të, dhe ai ka dëgjuar sigurisht për mua. Dhe biseda që shumë e ngrohtë. Por ne duhet të kalojmë tash nga bisedat e ngrohta në aktivitete konkrete.